Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndahet nga jeta në moshë të re aktoreja e njohur e serialeve. Një ngjarje e rëndë ka tronditur botën e kinemas në ditën e parë të vitit të ri, pasi aktoreja e njohur Victoria Jones, vajza 34 vjeçare e aktorit tjetër të njohur, që ka fituar dhe çmimin Oscar, është gjetur e vdekur në një hotel luksoz në San Francisco. Sipas raportimeve të mediave amerikane, Victoria Jones u shpall e vdekur në orët e para të mëngjesit të 1 janarit në katin e 14 të hotelit Fairmont. Një mysafir i hotelit ka qenë personi i parë që e ka vënë re atë të shtrirë në korridor, duke menduar fillimisht se ajo mund të ishte në gjendje të dehur. Pas kësaj, janë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës. Ekipet mjekësore mbërritën në vendngjarje rreth orës 2:52 të mëngjesit, por sipas autoriteteve, 34 vjeçaria u gjet pa ndjenja dhe pa shenja jete. Aktualisht, shkaku i vdekjes mbetet i panjohur, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Burimet pranë hetimeve kanë theksuar se deri më tani nuk janë konsideruar shenja dhune apo indicie që rasti të lidhet me vetë dëmtim. Megjithatë, çdo pistë mbetet e hapur deri në përfundimin e ekzaminimit mjeko-ligjor. Victoria Jones kishte pasur disa eksperjenca aktrimi gjatë fëmijërisë dhe ishte shfaqur shpesh për krah të atit në evente të rëndësishme kinematografike, përfshirë premiera filmash në New York dhe Los Angeles. Autoritetet pritet të publikojnë më shumë informacion në ditët në vijim.